ndaj edhe një herë i bëj thirrje kryeministrit, mazhorancës, bëhen gati të votojnë bashkë me ne paketën kushtetuese dhe ligjet kushtetuese, ashtu siç i kemi rakorduar, jo sipas tekave dhe kapriçove, po sipas garancive që ofrojnë. Edhe një herë i përsëris se nëse ka një sistem që ofron më shumë garanci se ky që ne kemi zgjedhur në bazë propozimeve të Venecias, jemi gati ta diskutojmë dhe ta pranojmë. Por se nuk mund të pranojmë e nuk do të pranojmë asgjë më pak se sa garancitë që ofron modeli që ne kemi përzgjedhur në bazë të propozimeve të Venecias. Si dhe t'i bëj thirrje të heq dorë nga presioni vazhdueshëm kundër drejtësisë, sa herë që nisin çështjet e korrupsionit ndaj qeveritarëve, e t'i bëj thirrje në veçanti të ndalë presionin ndaj gjykatës apelit dhe prokurorisë për skandalin e skandaleve, atë të përgjimit, dhe të largojmë menjëherë nga detyra Sajmir Tahirin, duke dhënë kështu provën minimale se ka interes në një hetim të paanshëm dhe të plot, dhe jo në ndalimin e hetimit, sepse e dyta nuk do të ishte thjesht mbrojtja e Sajmir Tahirit, por do të ishte vetë denoncimi i Edi Ramës si porosit si këtij skandali.